4 vite më parë, më 24 shkurt 2022, Rusia nisi luftën e plot ndaj Ukrainës. Sot, pas miliona predhave, mira dronëve dhe një harte që pothuajse nuk ka lëvizur që nga fundi i vitit 2022. Kjo luftë është të kthyer në simbolin më brutal të një epoke të re përplasjesh të ngrira. Kemi parë gjithçka, sulme të sofistikuara me dronë thellë në territorin rus, bombardime masive ajrore mbi civil Ukrainas, luftë të llogoresh që të kujton shekullin e 19 dhe teknologji GPS të shekullit të 21. Një paradoks i frikshëm modern, ndërkohë bilanci njerëzor projektohet të arrijë rreth 2 milion të vrarë ose të plagosur, një shifër që Europa nuk e ka parë që prej vitit 1945. Në këtë luftë asnjëra nga palët nuk është vetëm dhe kjo po e zgjat konfliktin, por arsyeja thelbësore mbetet një: Vladimir Putin nuk kërkon kompromis. Për të kjo është një betejë për trashëgiminë e tij historike. Ai e ka krahasuar veten me Pjetrin e Madh, duke folur për rikthim territoresh historike dhe korrigjim të historisë. Për këtë arsye dështuan bisedimet në Ankara, për këtë arsye nuk prodhuan rezultat as përpjekjet e Trumpit, as samitet me qëllim të kuq, sepse problemi nuk është mungesa e ndërmjetësimit, problemi është mungesa e vullnetit për të ndalur. Ndjeki materialin dhe rikthehemi në studio. Liderët europian u zotuan se nuk do ta braktisin Ukrainën teksa përvjetori 4 i luftës ruse u përkujtua të martën në njënën dasive mes aleatëve kyç të Kievit. Zyrtar të lartë përfshirë presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti finlandez Alexander Stubb dhe kryeministrja daneze Mette Frederiksen u dhëtuan në Kiev për përvjetorin, por atyre nuk ju bashkuan udhëheqës së shteteve kryesore në perëndim. Në mbledhjen e koalicionit të vullnetshmëve në Kiev, liderët e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe morën pjesë përmes videolidhjes. Kryeministri britanik Keir Starmer hodhi poshtë pretendimet se Rusia ishte duke fituar. Kreu i Elizes Macron e përshkroi luftën si një dështim të trefisht për Rusinë, ndërsa kancelari Merz e vuri theksin tek nevoja për të shtëruar fondet e luftës ruse përmes një pakete të 20 sanksionesh. Çfarëdo që Vladimir Putin i thot vetes dhe popullit të tij, Rusia nuk po fiton dhe ne duhet ta zhvendosim narrativin atë drejtim me më shumë forcë dhe vendosmëri. Duhet më shumë presion mbi Rusinë, kështu që do të duhet të punojnë fort për paketën e 20 të sanksioneve. Duhet të jemi shumë të qartë. Kjo luftë do të përfundojë vetëm kur Vladimir Putin ta kuptojë se nuk mund të fitojë. Kjo është arsyeja pse duhet të rrisim presionin mbi Rusinë. Në Kiev von der Leyen tha se BE do të përmbushte në një mënyrë ose tjetrën zotimin për t'i dhënë Ukrainës huan prej 90 miliard eurosh, ndërkohë Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina do të bëjë gjithçka për të arritur drejtësi dhe paqe, ndërsa kërkoi rol më të madh të Europës në negociatat e paqes. Në një video mesazh drejtuar kombit më herët gjatë ditës, Zelensky tha se nuk do t'i tradhtojnë sakrificat e bëra nga populli. Historia po na vëzhgon nga afër. Marrëveshja nuk duhet thjesht të nënshkruhet, ajo duhet të pranohet nga ukrainasit, duke hedhur vështrimin pas, në fillim të pushtimit dhe duke reflektuar mbi të sotmen. Kemi të drejtë të themi, ne kemi mbrojtur pavarësinë tonë, nuk e kemi humbur shtetësinë tonë. Ukraina nuk ekziston vetëm në hartë. Ukraina është një aktor në marrëdhënie ndërkombëtare. Kryeqyteti ynë qëndron dhe gjithashtu qytetet e tjera. Putin nuk i ka arritur qëllimet e tij. Ai nuk i ka thyer ukrainasit. Ai nuk e ka fituar këtë luftë. Ne kemi ruajtur Ukrainën dhe do të bëjmë gjithçka për të siguruar paqen dhe drejtësinë. Një minutë heshti u mbajt në të gjithë vendin, ndërsa ushtarët ulën flamujt në kryeqytetin Kiev për të shënuar një tjetër vit luftë. Sipas një vlerësimi nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, bilanci i viktimave është gati 2 milion të vdekur dhe të plagosur nga të dyja palët, përfshirë 1.2 milion rus. Presidenti rus Vladimir Putin në përvjetorin e 4 të luftës që nisi kundër Ukrainës, kërcënoi mbar botën duke thënë që të mos e provokojnë vendin e tij. Do të pendoheni për kërcënimet bërthamore, paralajmëron Putin. Ai akuzoi Kievin se po përpiqet që të sabotojë bisedimet për paqen. Pas javësh mungese në skenën publike, Vladimir Putin bëhet i gjallë në përvjetorin e 4 të luftës që nisi kundër Ukrainës.
Presidenti rus pretendoi se Kievi po saboton bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flasim për bombardimin e mundshëm të sistemit tonë të gazit poshtë detit të Zi. Ukraina nuk shqetësohet. Ata janë të dëshpëruar që të shkatrojnë këtë proces diplomatik paqësor, po përpiqen që të provokojnë një lloj incidenti për të shkatruar gjithçka që është arritur përmes negociatave. Gjatë një fjalimi televiziv, Putin kërcënoi mbar botën kur komentoi raportimet e pa konfirmuara se disa vende, kryesisht Franca dhe Britania e Madhe, synojnë që t'i japin Ukrainës një lloj arme bërthamore. Ata e kuptojnë se çfarë mund të sillte kjo, theksoi shefi i Kremlinit, duke e sinjalizuar një luftë botërore nukleare. Ata nuk mund të shkaktojnë Rusisë një humbje strategjike. E kërkojnë me dëshpërim, por nuk munden. Ata nuk mund të jetojnë pa e realizuar një gjë të tillë. Janë të fiksuar për të mposhtur Rusinë dhe po kërkojnë çdo metodë. Putin akuzoi dhe Ukrainën se me ndihmën e inteligjencës së Perëndimit po organizon sulme terroriste në Rusi. Vitin e kaluar pati një rritje të numrit të krimeve të natyrës terroriste. Nuk ka asnjë dyshim, ashtu si në vitet e fundit, se shërbimet speciale të Ukrainës dhe kujdestarët e tyre të huaj qëndrojnë pas shumicës së tyre. Në të njëjtën kohë, ka pasur një shtim të sulmeve ndaj infrastrukturës në Rusi, institucioneve sociale dhe qeveritare, si dhe ndërtesave të banimit, duke përdorur raketa dhe dron. Presidenti Putin vazhdoi që të kërcënonte sërish botën, apo ata që i quajti armiq, se do të pendohen nëse e shtyn Rusin shumë larg. Për të diskutuar më shumë jo vetëm mbi perspektivën e paqes në Ukrainë, por edhe pasojat për Europën dhe Ballkanin Perëndimor dhe riformësimin e arkitekturës së sigurisë, do të zhvillojmë sot një bisedë me ekspertin e çështjeve të sigurisë, zotin Drizan Shala. Zoti Shala, ju falenderoj që na bashkoheni sot, është një kënaqësi. Me mbrëmba përshëndetje për ju dhe për audiencën e juaj. Kur presidenti rus Vladimir Putin nisi luftën kundër Ukrainës me 24 shkurt të vitit 2022, shprehu besimin se do duheshin vetëm 3 ditë për të pushtuar të gjithë vendin. Sot, pas 4 vitesh, Moska kontrollon 20% të territorit, por Ukraina jo vetëm që nuk ka kapitulluar, por paralelisht me mbrojtjen, vion edhe kundër sulmin duke goditur objektiv strategjik brenda Rusisë. Nëse bëjmë një vlerësim duke u mbështetur tek situata në terren, a është Rusia sot në pozitat për të folur për një fitore? Është një pyetje e cila në dy këndvështrime të ndryshme të dy palët involvuese, Ukraina dhe Rusia, mund të llojnë interpretimet e tyre. Pra qofshin të fitores apo të humbjes dhe fitores. Por çka duhet ne të bëjmë është fakti i nxjerrjes statistikave, të cilat de facto e pasqyrojnë pjesën më të madhe të asaj se ku gjenden forcat dhe humbjet brenda këtij konfliktit 4 vjeçar, pra mund të themi me një gjë që është një nga konfliktet i cili për ushtrinë e Rusisë është më i gjati edhe ai më i gjatë se sa lufta e dytë botërore. Por të rikthejmë të çështjes së statistikave, pra, janë 55.000 ushtarë të vrarë nga forcat ukrainase, konsiderohen rreth 200.000 të vrarë nga civilët, shtetarë të Ukrainas, nga forcat ruse konsiderohen dikon në mes 243.000 dhe 352.000 ushtarë të vrarë, sepse këtu kemi të bëjmë me shifra jo zyrtare, sepse dihet që në kuadër të mbështetjes së forcave ruse patëm edhe të atyre të vendeve të treta të cilat kanë mbështetur vazhdimisht politikën agresive të Moskës zyrtare. Ne mund të themi që nga pjesa traditore lufta po hyn në vitin e 5, dhe kjo është një tregues asaj që në qoftë të bënim hartën për bazë të ndryshimeve që kanë ndodhur që nga muaji i shkurt të 2022 deri tani, janë dikun të 5 territora, apo 5 regione të cilat tani janë në kontrollin e forcave ruse, pra Luhansk, Donetsk, Zaporozhia, Khersonia dhe Krimia vetë në 2014. Pra, kjo e dëshmon faktin që humbjet janë në të dyja palët, humbjet në makineri, po njëkohësisht edhe humbjet në fuqinë apo humbjet në njerëz, dhe kjo më pastaj e kanë nxitur faktorën ndërkombëtar që ta mbështes në fazën e parë të 2023-s një tentativë për një armëpushim, për një përmbyllje të këtij konflikti armatosur, që në fakt tani më po na dëshmohet ajo që ishte de facto gjendja reale faktike që faktori ndërkombëtar
i Bashkimit Evropian, po është nga ona e fuqive të cilët përcaktojnë gjeopolitikën globale apo botërore, fuqia demokratike apo byrokratike nuk është që ka kryer punë apo nuk është që ka gjetur hapësirë mes të dyja palëve. Përkundrazi, nëse i referohemi aspektit retrospektiv, tani me Bashkimin Evropian nga një konflikt të ngrirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë këtij 4 vjeçarit, e ka marrë një trajektore të vetëm të një mbështetje, e cila deri më tani vetëm gjatë 2026-s, pra, që nga ky muaj tutë deri me ditën apo me festat e Pashkëve, konsiderohet që Bashkimi Evropian e deklaruar nga Ursula von der Leyen që do të investojnë apo do të jepen një kredi në vlerë për 90 miliard eurosh, të cilat de facto... Ka kohë që Bashkimi Evropian bën përpjekje për të pasur dritën jeshile ndaj kësaj huaje, por nuk ka ardhur ende për shkak të blokadës nga vende si Hungaria dhe të tjera, por zoti Shala, me që e përmendët, sa e pengon rezistencën ose aftësinë e Ukrainës për ta vazhduar këtë luftë, kjo krisje me Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian? Padyshim se është bukur shumë e rëndë për forcat ukrainase, për qeverinë e Ukrainës, të Kievit zyrtar, një përplasje, një ftohje të raporteve, apo përcaktimit të qartë të pozicioneve se përket përmbylljes së luftës armatose mes të dyja palëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndjekon një trajektore të veprimit pragmatik, duke nxitur palët në këtë rast, duke tentuar që palën ruse ta inkorporojmë edhe në nisma të reja, që është rasti i nismës për bordën e paqes, që ato të filloj të negocioj në mbrapa dyre të mbyllura, të negocioj edhe mes dy liderëve, që e kam patur një takim në Alask, por që nga ai takim nuk është nxjerrë një konkluzion real faktik të një mbështetje apo jo për forcat ukrainase nga pola amerikane, por që pozicionimi amerikan gjatë periudhës 4 vjeçare ka qenë e ndryshme, ka qenë variable, e jo një konstante e vazhdueshme, pavarësisht mbështetjes që kanë dhënë forcat ushtarake, pra nga ona e dhënies së informacione nga shërbimet inteligjente ushtarake dhe shërbimeve të tjera për forcat ukrainase, për lëvizjet e forcave ruse, që në fakt tani më situata është më e qartë në pozicionimin e faktorit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndjekon diskursin e një pragmatizimi brenda nxitimit dhe forcimit të Kievit zyrtar, që ajo më pastaj të reflektojë që hap mundësinë e zgjedhjeve të reja, sepse ishte një nga kërkesat që vjen nga ana palës ruse që të ketë zgjedhje dhe populli ukrainas të përcaktojë se çka don dhe si e don të armën e saj. Ndërsa në anën tjetër kemi betonizimin tani më të fuqisë evropiane, që në fakt janë duke penguar në formën që ne tani më shohim një formë të një paqe mes të dyja palët, sepse evropianët e kanë parë si kërcënim real faktik që paqeja në Ukrainë nuk është që mund të arrihet në kohën dhe në fazën në të cilën gjendemi, sepse proklamohet dhe përcaktohet në kuluarat të ndryshme diplomatike brenda shtëpisë së Bashkimit Evropian, që një zgjatje të konfliktit ndoshta mund të adopsoj pjesën e fuqisë ekonomike dhe ushtarake të Rusisë, dhe më pastaj, ku ajo të jetë për toke, e shkatruar nga investimet e saj në luftën në Ukrainë, atëherë do të jetë shumë e lehtë për ta që të arrijë një paqe me Rusinë, duke e anatimuar në forma të ndryshme, por njëkohësisht duke e përdorur si një kartë, e cila më pastaj do të përkthehet në një dobësim të Rusisë brenda konceptit të rrezikut për shtetet evropiane, dhe në anën tjetër Ukraina do të mund të rroktojë drejtim të Bashkimit Evropian, që ishte një kërkesë e cila tani më gjatë ditës së sotme nga Ursula von der Leyen ishte programuar. Por çka duhet të them është fakti që nga ky vit G7 e udhëheqin francezët. Edhe Franca tani më ka një luftë të dytë që na duke zhvilluar në kontinentin afrikan. Shumë shtete koloniale të saj tani më kanë shkëputur komunikimin dhe bashkëpunimin reciprok me Parisin zyrtar, dhe janë rikthyer mbështetjes të Moskës, dhe pikërisht në këtë segment nuk do e shohim gjatë 2026-s një tentativë të paqes, sepse këtë udhëheqin francezët, edhe ata dëshirojnë që t'ia hakmeren rusëve, dhe pikërisht kjo hakmarrje nuk është duke zhvilluar në kontinentin afrikan,
po në mbështetje në forcave ukrainase deri në shkatrim. Por kjo përpjekja aktuale e paqes që po udhëhiqet nga presidenti amerikan i cili ka arritur të ul palët në tryezën e negociatave, ku po diskutohet dhe propozimi 20 pikësh për paqen, ku po shkon në opinionin tuaj? SBA pretendon se ka një afrim të palëve në çështjet më të ndjeshme, por ndërkohë kemi Moskën që nuk të rriqet nga kërkesat maksimaliste dhe Kievin që refuzon të lëshojë territorin që Moska ende nuk e ka pushtuar në lindje. A mendoni ju se jemi më pranë paqes aktualisht? Unë mendoj që negociatat dhe komunikimet që bëhen në literaturën shkencore, po edhe në atë që është ballafaqur bota në të anësinë e viteve që kemi lënë pas, apo dekadave që kemi lënë pas, komunikimet për paqe veç se forcojnë konfliktin. Pra, këto tentativa nga ana Shtetet Bashkuara të Amerikës për të arritur që palët të dakordohen në një formë nxit që ato të dy palët të ulin në tavolinë të bisedimit, të bisedojnë dhe të arrihet ndonjë konkluzion i 20 pikësh të propozuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që në fakt qëndrimet janë diametralisht të kundërta. Kemi qëndrimin e Moskës zyrtare të cila kom ngul në dy pika kryesore, që është fakti që Ukrainës që pamundësohet të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe njëkohësisht bëhen zgjedhje të lira në territorin ukrainas, ku pretendojnë që do të ketë një mbështetje të një subjekti politik apo përfaqësuesi politik i cili është i ndërlidhur me Moskën zyrtare. Në anën tjetër, çështjet të cilat për Ukrainë tani më janë të padiskutuara, është dhënia e territorit të 5 rajoneve që më janë në kontrollin e forcave ruse dhe qeverisë Moskës zyrtare. Dhe në anën tjetër, bllokimi i saj që kërkesë nga ana e Rusisë që ajo mos të rrugtoj në drejtim të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Pra, këto dy pozicionime e garantojnë vetëm një gjë, jo paqen, por vazhdimin e një konflikti armatosur, i cili mund të marrë përmasa më të gjëra, sepse tani më gjatë kësaj periudhe që kemi lënë pas 2025, ne dhe për emisionin juaj kemi biseduar shkarazi që është të përcaktimit të qartë dhe të kërcënimeve që vijnë nga ona e inteligjencës ruse, qoftë nga aja federale, shërbimi federal i sigurisë FSB-ja, apo nga SVR-ja, shërbimi inteligjent të jashtëm, patëm edhe një atentat këtyre ditëve që kemi lënë pas në drejtim të shefit të GRU-s, shërbimit inteligjent ushtarak, në Moskë nga shërbimi perëndimor që pretendohet nga ana Moskës zyrtare. Pikërisht do t'ishala do doja të ndalesha te kërcënimi rus, sepse dëgjuam edhe sot Kremlinin dhe vetë presidentin Putin të thotë se lufta në Ukrainë është zgjeruar në një konflikt më të gjerë mes Rusisë dhe Perëndimit, madje akuzoi Britaninë dhe Francën se po përpiqen të furnizojnë Ukrainën me armë bërthamore. Çfarë tregon një narrativ e tillë, pikërisht teksa shumë kush ka menduar se jemi më pranë zgjidhjes së konfliktit, a paralajmëron një përshkallëzim të rrezikshëm me Perëndimin? Në qoftë se përgjigjem me një po të ftoftë, ndoshta do të jetë shumë e rëndë për shikuesit dhe audiencën, por më lejoni që ta elaboroj këtë çështje. Ju dini gjatë këtyre muajve, pra 9 muajve pas qëndrimi i sekretarit të NATO-s, Mark Stoltenberg, i cili ndër të tjerat ka potencuar se ne duhet jemi të përgatitur që do të jetë viti i rënd 2026-2027 dhe një konflikt i mundshëm dhe i pa kontestuar me palën ruse në një nga vendet e Bashkimit Evropian që janë respektivisht anëtarë të NATO-s. Me pastaj patëm deklarimet të shefave të shtabit të shteteve baltike, shteteve të përcaktuara politikën evropiane të Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe, madje Norvegjia, Franca dhe vendet të tjera kanë proklamuar dhe kanë bërë apel të pjesa e popullatës për të përcaktuar dhe për të garantuar që ata do duhet që të përballen me një konflikt të mundshëm. Në pjesë të ndryshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ishim shpërndar edhe disa njoftime se si do duhet të silleshin në rast se do të ketë pamundësi të energjisë elektrike për një periudhë 3 muajore, do të ketë mangësinë në mbështetje me gjëra ushqimore. Spitalet franceze ishte bërë apel që të përgatiten për një fluks më të madh të ushtarëve. Pra gjitha këto janë indicie të vogla të cilat vijnë të ja përgjigja ime ftoftë që ishte po, sepse në periudhën që kemi para vetes dhe në periudhën që kemi lënë pas, është e kristalizuar çështja e asaj që konflikti nuk do të përmbyllet
pavarësisht tentativës për të sillur parë në tavolinë, pavarësisht mbështetjes apo orientimit që mund ta marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia e ka ndonë mendjen e saj është që ta ripërcaktoj rendin e ri botëror në kontekstin e kontinentit evropian dhe në bazë të asaj që do duhet një legitimitet narrativ gjatë këtyre ditëve që kemi lënë pas edhe FSB-ja edhe SVR-ja ruse, pra të dy shërbimet, njëna federale e sigurisë dhe tjetra pjesë e shërbimit të jashtëm, kanë ngritur dhe kanë forcuar narrativin e asaj që britanikët dhe francezët janë duke ndihmuar pikërisht në krimin e një bombe të ndyrë apo dirty bombs me elemente përmbajtjeve bërthamore. Pra kjo është në vazhdën e aktivitetit të dezinformimit për të arsyetuar dhe legjitimuar më pastaj veprimin e forcave ruse apo qeverisë së Moskës zyrtare për të ekspanzuar veprimet e saj drejt një kërcënimi real faktik, sepse pretendohet në bazë të marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare të dalën nga lufta e dytë botërore dhe çështjet e përdorimit të bombave atomike apo bombave me karakter taktik bërthamor, që do duhej që të proklamohen dhe nuk do duhej fare të përdoren, po në rast të ndonjë kërcënimi i cili atakon drejt për drejt udhëheqës të atyre shteteve. Ashtu diçka ishte formuluar në pjesën e marrëveshjeve dhe konventeve të ndryshme që palët të cilët kanë ndodhur nga lufta e dytë botërore ishin dakorduar dhe një narrativ që Kievi zyrtar është duke u furnizuar me elementet e bombave taktike bërthamore që mund të përdoren nga forcat ukrainase e arsyeton dhe legjitimon forcat politike të mos zyrtare që ta ekspanzojnë në drejtim të Shtetit të Baltikut. Mos harrojmë një gjë, ishte mbajtur sekret gjatë këtyre 4 viteve që kemi lënë pas edhe një fakt tjetër në rëndësishëm. Zonja Alba. Është fakti që në pjesën e përdorimit të Belarusisë, pra e cila ishte shprehur përkras politikës së Moskës zyrtare, faktori ushtarak brenda Bashkimit Evropian, po edhe brenda NATO-s, e kanë mbajtur të fshirë për opinionin e gjerë që në pjesën e Belarusisë janë të stacionuar mbi 350.000 ushtarë. Pra imagjinoni një shifër të tillë të forcave të dislokuar në një shtet fqinje dhe në këtë mes përdorimi i këtyre forcave në drejtim të vendeve të Baltikut do të ishte një veprim fatal për vendet baltike, por që në fakt do e ekspanzonte dhe do e përmbushte atë rrezikun i cili ishte duke u përdorur dhe duke u kalkuluar veprimet edhe nga faktori evropian, po njëkohësisht nga pjesa e NATO-s. Ju kujtohet zonja Alba çështja e Europe Defender, ushtrimit amerikan dhe të NATO-s që kemi lënë pas ushtrimin e fundit, pikërisht ishte dislokimi i mjeteve dhe personelit ushtarak në 3 zona të rëndësishme, 2 të cilat de facto përcaktojnë një konflikt të mundshëm. Është çështja e Ballkanit Perëndimor dhe e dyta shtetet e vendeve të Baltikut. Dhe elementi i tretë i Defender Europe ishte çështja e Evropës juglindore, elementet qendror për të përcaktuar sistemin e botës neurologjike transportuese logjistike për forcat nga pika A në pikën B. Dhe gjatë këtyre ditëve që kemi lënë pas ka shumë ushtrime madje edhe nga forcat turke në pjesën e territorit gjerman për të përcaktuar qarta dhe një kërcënim real faktik të dislokimit të forcave armatosura. Prandaj ngadalë Evropa është duke u përgatitur për më të keqen, e më e keqja sipas gjitha gjasa në bazë të trendit, pa dëshiruar të jem pesimist, po në bazë të trendit dhe zhvillimeve përcaktuese dhe qëndrimeve zyrtare, konflikti në territorin evropian, në kontinentin e vjetër, do të jetë i pashmangshëm, i pakontestuar në kuptimin e përdorimit të forcave konvencionale në drejtim të përcaktimit të vijës së re të atij kufirit ushtarak, politik dhe shtetëror që tani më po proklamohet që do të ripërcaktojë në kontinentin evropian. Një parashikim i zymt ky zoti Shala në këtë 4 vjetor të luftës në Ukrainë që na shqetëson sigurisht dhe pikërisht teksa juve përmendët Ballkanin Perëndimor, rajoni ynë ka qenë një veçanërisht i ekspozuar pas shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kemi parë Europën
teksa është shkundur dhe zgjuar duke forcuar kapacitetet ushtarake, duke investuar në ushtri për të përgatitur përballë çdo sfide ose ndaj ndonjë agresioni të mundshëm, por Ballkani Perëndimor në opinionin tuaj, si i është përgjigjur këtij realiteti? Në çfarë situate është sot? Është mjaftueshëm, gati, a ka investuar mjaftueshëm në këtë aspekt? Do duhet që të ndalim në pjesën e parë të pyetjes juaj, pra de facto ariu polar nuk është më moska zyrtare, e cila mund të prodhojë armatim dhe mjete luftarake dhe të blindura për nevojat e saj ushtarake, sa të gjitha vendet të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s së bashku. Pra kjo është një tregues e qartë të fuqisë reale faktike. Dhe ariu polar, madje mund të themi ai ariu i vjetërsuar është Bashkimi Evropian, sepse pikërisht konflikti armatosur, lufta si ashtu ku zhvillohet atyre 4 viteve, madje shumë studio evropiane dhe atyre lokale dhe rajonale në Ballkanin Perëndimor kishin përcaktuar në dezinformat të qartë, kishin thënë që lufta do të përmbyllet në disa çështje javore, ditësh do të përmbyllet çdo gjë, por që në fakt një gjë e tillë nuk ndolli dhe kundërta vetë se është faktike. Sa i përket influencimit të këtij konflikti në Ballkanin Perëndimor, ka specifikacione të saj, ka karakteristika të veçanta, dhe që në qoftë se marrim përballë 5 rajone të Ukrainës, është ekuivalent me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra në aspektin sipërfaqes, gjithmonë duke referuar. Ne patëm një nisme tani më të konkretizuar mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, nisme e cila është domosdoshme dhe derivon pikërisht nga kërcënimi real faktik. Dhe në kuadër të kësaj nisme, e cila de facto në fillim ishte nisme politike, tani më është duke marrë karakterin e saj dhe ushtarak. Patëm takimin e shefave të shtabit të 3 vendeve nënshkruese. Tani më do të kemi një ushtrim të përbashkët në muajin qershor të këtij vitit në territorin e Kroacisë. Njëkohësisht ne do të formsojmë më tutje që në kuadër të kësaj marrëveshje kemi edhe një batalion të përbashkët ushtarak. Do të kenë disa çështje dhe specifikacione që përket doktrinave ushtarake, por njëkohësisht edhe të shkëmbimit informacioneve inteligjente ushtarake dhe civile për të parandaluar çfarë do kërcënimi të mundshëm, sepse e potencuar specifikacionet e karakterizojnë madje edhe diskursin dhe direktivën përkatëse të veprimit të forcave rajonale të Ballkanit Perëndimor. Prandaj e kemi quajtur me të drejtë regionalizimi ushtarak i konceptit NATO 3.0. Njëkohësisht proksi i Moskës zyrtare, Serbia është duke militarizuar vetveten në përmasë dhe forma e tekalon 2% të GDP-s. Gjatë periudhës 4 vjeçare që kemi lënë pas ka përfituar rreth 800 milion euro grande nga pjesa e Bashkimit Evropian si rezultati i mbështetjes së industrisë ushtarake të Serbisë asoj të forcave ukrainase, sepse Ukraina përdorimi i saj ushtarak i mjeteve të saj janë të njëjtës gjenerat doktrinare të lindjes të Bashkimit Sovjetik dhe ende industrinë ushtarake të Serbisë e fokusuar dhe bazuar në këtë segment të saj, dhe nga ky investim dhe grante mbi 800 milion euro, Serbia arriti qëllimin e saj. Qëllimin e saj që ta mbajë vetveten neutrale në kuptimin e ndryshimeve të përcaktimit të qartë të pozicionimit të saj në raport me faktorin evropian edhe me Rusin, dhe elementi tjetër rëndësishëm është çështja e rimëkëmbjes së industrisë ushtarake të saj. Pra tani më mund flasim që gjatë 2026 ajo do të jetë në gjendje të mbulojë nevojat e saj ushtarake nga industria e saj ushtarake mbi 80%. Kjo krijon atë reziliencën ushtarake dhe e minimizon qendrat e rëndesës, pra thermën e arkilit e minimizon të forcat ushtarake të Serbisë, por që kalkulimet dhe trazirat politike në Beograd ja pamundëson ajo që në këtë fazën aktuale që ne bisedojmë të bëj ndonjë gjë apo të ndërmarrë ndonjë veprim, madje pas deklarimit të presidentit Trump që në rast se do të ketë ndonjë konflikt apo ndonjë situatë të tensionuar mes mjafton një telefonat dhe ai do ta zgjidh. Mjafton një telefonat. Kjo është një alibi e mirë për forcat edhe pushtetin e Kosovës, për njëkohësisht edhe për aleatët e Kosovës, që të vazhdoj avancimet e saj ushtarake, sepse
deklarimet nga një herë politike diplomatike mund të jenë të favorshme për një periudhë caktuar kohore, po në rast se konflikti do të marrë përmasa më të gjëra, sepse Ballkani Perëndimor që potenciala ka karakteristikat e saj, ka elemente të interesante dhe nuk kanë ndonjë sinergji njëra me tjetrën, nuk kanë ndonjë ngjashmëri, përcaktuese e gjendjes faktike reale në vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor është çështja e shumë pritur asaj që do të ketë një konflikt në lindjen e mesme, dhe kjo konflikt në lindjen e mesme do të shpërshëndrojë vëmendjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe do t'ia mundësonte, sipas gjitha gjasave, një kalkulim të ri ushtarako-politik të Serbisë. Mbi këtë bazë, ne mund të themi që gjatë këtyre muajve që kemi lënë pas, edhe Kosova, edhe Shqipëria me theks të veçantë, kanë filluar tani më që ta ripërcaktojnë direktivën e saj të mbrojtjes në aspektin politik ushtarak, njëkohësisht është duke formsuar edhe doktrinat e përbashkëta ushtarake për të krijuar një unitet të veprimit dhe të zjarrit në rast se do të përdoret. Madje deklarimet që janë bërë nga ana pale serbe për një kërcënim real faktik nga kjo. Po, sepse zoti Vučić ka qenë veçanërisht i zëshëm gjatë kësaj kohe, është ankuar dhe tek udhëheqës botror si presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ka drejtuar gishtin ndaj Shqipërisë duke akuzuar madje se po mbështet edhe protestat brenda vendit për rrëzimin e tij. A kanë baza këto shqetësime? Shqetësimet të vetmen që ka Aleksandar Vučić është si të argumentojë dhe të arsyetojë në rast se do të hyjë Serbia në luftë në Ballkanin Perëndimor të popullat e saj. Pra ky është shqetësimi vetëm, sepse ai mund të shpall luftë ndoshta Kosovës apo çdo vend apo Republikës Srpske të Bosnjës për të nxitur një konflikt armatosur, ai duhet të argumentojë dhe ta pranojë fatin e tij ndoshta të mos mbështetjes nga ana popullatës serbe, edhe kjo do kishte me qenë një bumerang për forcat edhe politike dhe ushtarake të Serbisë. Prandaj qëndrimi narrativ, qëndrimi i dezinformatës, tentativë për të kontaminuar çështjen e zhvillimit ushtarak dhe njëkohësisht forcës rajonale të NATO-s 3.0 mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, madje flitet si të kemi edhe shtete të tjera të cilat do të jenë pjesë përbërëse kësaj, ka gjasa që do të kemi edhe Bullgarinë, por njëkohësisht do të jetë në negocime sipër edhe çështja e Bosnjës së Hercegovinës, Slovenia vetë ka arritur një marrëveshje ushtarake me Kroacinë, pra po krijohet ajo unaza e çelikt për ashtu pjesën e Serbisë, e cila de facto do të përçojë mesazhin politiko-diplomatik, po dhe ushtarak. Të doja, zoti Shala, edhe një koment të fundit lidhur me një zhvillim interesant këto kohë sa i përket Ballkanit, është angazhimi i Shqipërisë dhe Kosovës për të dërguar trupa në Gaza në kuadër të bordit të paqes së presidentit Donald Trump. A shihni ju këtë si diçka pozitive dhe si mund të kontribojë një mision i tillë në sigurinë e rajonit? Do duhet që ta ndajmë pozicionimin e të dyja vendeve, pra të Tiranës dhe të Prishtinës në këtë bord të paqes. Për Tiranën do të jetë një mesazh i qartë dhe i qartë që tani më po argumentot atë që kemi thënë në studio, atë që ka thënë ministri Vengo, sa i përket rikthimit të Shqipërisë në një vend strategjik, neurologjik për Aleancën Veriatlantike, njëkohësisht edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa për Kosovën do të jetë një hap të rëndësishëm drejt asaj që kemi thënë pra për emision në juar që Kosova do të jetë anëtare e NATO-s deri në 2028 në mandatin e presidentit Trump. Prandaj marrja përgjegjësive të reja në kuadër të bordit të paqes për dërgimin e forcave ushtarake është një mesazh dhe një tregues i qartë të një lojalitetit strategjik, një ndërveprueshmërie operacionale taktike strategjike dhe një veprim profesional dhe një mbështetje që tani më e kanë forcat amerikane në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra në drejtim të Shqipërisë dhe Kosovës. Pra kjo është treguese asaj që ne jemi në rrugtimin e duhur, ne do duhet të vazhdojmë të kontribuojmë mes veprimeve politike dhe atyre ushtarake, dhe kjo nisme do ta forcojë kombin shqiptar në tansi, do të forcojë të dyja shtetet shqipfolse në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe do ta betonizojë paqen, lirinë dhe çlirimin qoftë të Kosovës, qoftë të rrugtimit të Shqipërisë në përmasa më të gjëra brenda Aleancës Veriatlantike. Ne shpresojmë që të jetë vërtet kështu, zoti Shala. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në Rreth e Qark dhe ndatë këtë analizë lidhur me këtë çështje kaq të rëndësishme. Ishte kënaqësi që ju kishim. Të mirat.
Shikues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio. Irani është pranë arritjes së një marrëveshje me Kinën për të blerë raketa supersonike kundër anijeve, sipas 6 personave që kanë dieni për negociatat, pikërisht në kohën kur Shtetet e Bashkuara po dislokojnë një forcë të madhe detare pranë Bregdetit iranian në prag të sulmeve të mundshme ndaj Republikës Islamike. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, marrëveshja për raketat kineze CM-302 është afër përfundimit, megjithse nuk është rënë dakord ende për një datë dorëzimi. Raketat supersonike kanë një rezervveprimi rreth 290 kilometra dhe janë projektuar për të shmangur mbrojtjet e anijeve duke fluturuar ulët dhe me shpejtësi të lartë. Vendosja e tyre do të rriste ndjeshëm kapacitetet goditëse të Iranit dhe do të përbënte kërcënim për forcat detare amerikane në rajon, thanë 2 ekspertë armëve. Sipas burimeve të cituara nga Reuters, negociatat me Kinën për blerjen e sistemeve raketore kanë nisur të paktën 2 vite më herët dhe u përshpejtuan ndjeshëm pas luftës 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit në qershor, ndërsa bisedimet hyn në fazën përfundimtare verën e kaluar. Zyrtar të lartë ushtarak dhe qeveritar iranian udhëtuan drejt Kinës, përfshir Masud Orai, zëvendës ministri iranian i mbrojtjes. Sipas 2 zyrtarëve të sigurisë, vizita e Orait nuk ishte raportuar më herët. 4 vite pas mëngjesit të 24 shkurtit 2022, kur Europa u zgjua me zhurmën e shpërthimeve dhe me fjalët e Vladimir Putin për një operacion special ushtarak, lufta në Ukrainë mbetet plagë e hapur në zemër të kontinentit, qytete të shkatëruara, mijëra jetë të humbura, një front 1200 kilometra i gjatë që ende digjet dhe një botë e ndarë mes përshkallëzimit dhe negociatave. Sot, 4 vite më vonë, palët janë rikthyer në tryezën e negociatave. Ka diskutime për një marrëveshje, por realiteti në terren flet për një luftë që s'po ndalet. Ndërsa konflikti hyn në vitin e tij të 5, a jemi sot më pranë paqes? Ndjekim materialin në vijim. Me mbështetjen e Parlamentit Rus, në 22 shkurt, kanë vendosur të ndërmarrë një operacion të posaçëm ushtarak. Qëllimi i tij është të mbrojë njerëzit që për 8 vite janë bullizuar dhe janë nështruar genocidit nga regjimi i Kievit. Për këtë arsye do të synojmë
çmilitarizimin dhe denazifikimin e Ukrainës dhe do të vëmë para drejtësisë ata që kanë kryer krime të shumta të përgjakshme kundër civilëve, përfshi shtetas rus. Кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Më 24 shkurt të vitit 2022, presidenti rus Vladimir Putin nisi një luftë të plot kundër Ukrainës, me shpresën për ta pushtuar atë në 3 ditë e për të vendosur një qeveri proruse në kryeqytet. 4 vite më vonë, Ukraina as nuk i është afruar disfatës, por as fundi i luftës nuk duket askund në horizont. Në vitin e parë, Ukraina mbrapsi ofensivën ruse në portat e Kievit dhe rimori territoret të pushtuara, por kundër ofensiva dështoi vitin pasues dhe që prej atëherë Moska ka bërë përparime të ngadalta por të vazhdueshme përgjatë një vije fronti prej 1200 kilometrash. Ukraina hyn në vitin e 5 të konfliktit më vdekjeprurës në Europë, që prej luftës së dytë botërore, me trupat që mbajnë vijën e frontit nga sulmet e ashpra në llogore të ngrira, ndërsa civilët përballen me sulme masive me dronë dhe raketa çdo natë, që kanë ndërprer furnizimin me energji mes motit të acartë. Vlerësimet mbi bilancin e viktimave ndryshojnë, por një raport i kohëve të fundit e vendosi numrin e të vrarve, të plagosurve dhe të zhdukurve në 1.2 milion rus dhe 500 deri në 600.000 ukrainas. Konflikti ka zhvendosur miliona ukrainas nga shtëpitë e tyre. Banka Botërore tha në prag të përvjetorit se rindërtimi do të kushtonte $588 miliard gjatë një dekade, por që kjo të fillojë, lufta duhet të përfundojë. Presidenti Amerikan Donald Trump pretendoi se mund të jepte fund konfliktit brenda 24 orëve pas rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë, por edhe pas një viti bisedimesh me homologët ukrainas dhe rus, ashtu si edhe partnerët europian, luftimet nuk janë dalur, që nga fillimi i vitit 2026 janë mbajtur 3 raunde bisedimesh paqeje, të ndërmjetësuara nga SBA mes Moskës dhe Kievit, 2 të parat në Abu Dhabi dhe 3 në Gjenevë. Përveç shkëmbimit të burgosurve i pari pas 5 muajsh, ka pasur pak përparim, veçanërisht në çështje që lidhen me lëshimet territoriale, një nga pikat kryesore të ngecjes. So if you were to predict when this peace process might come to reach its goal of ending the conflict. Nëse do të përpiqeshim të parashikonim se kur ky proces paqeje mund të arrijë objektivin e tij, pra përfundimin e konfliktit, pyetja është sa i gjatë është një fill. Historia e negociatave gjatë luftimeve si në kohët moderne ashtu edhe në ato kohë të lashta tregon se këto procese janë të gjata dhe të ndërlikuara, mund të zgjasin çdo kohë. Nëse do të bënim një parashikim, do të thoshim se ka edhe të paktën 2 vite e gjysmë. Pothuajse 3 vite të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Kjo do të thotë se Vladimir Putin ka një vesh dashamirës në Shtëpinë e Bardhë, pasi Trump ka qenë i hapur ndaj perspektivës ruse. Nëse Putin kërkon një dalje nga kjo situatë, ai mund të marrë atë në 2 vitet e ardhshme. Trump ka thënë se është i përkushtuar për të dhënë fund gjakderdhjes dhe dëshiron kredencialet për çmimin Nobel për paqe dhe përfundimi i luftës në Ukrainë do të ishte argumenti i tij kryesor. For a European granted prize having ended. Draftmarrëveshja me 20 pika e propozuar nga SBA përfshin ndër të tjera garanci të forta sigurie për Ukrainën, ruajtjen e forcës aktuale të ushtrisë ukrainase prej 800.000 trupash, antarësimin e Ukrainës në BE në një datë të pacaktuar dhe fonde për rindërtim dhe rimëkëmbje ekonomike, por palët nuk bien dakord për të ardhmen e rajonit të Donjeckut, pjesë e Donbasit. Rusia kontrollon pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe presidenti rus Vladimir Putin kërkon që Ukraina të tërhiqet nga rreth 20% e territorit të Donjeckut që ende e kontrollon, por Zelenski refuzon kategorikisht ta dhurojë territorin. Donjecku është një nga 4 rajonet që Moska pretendon se i ka aneksuar në 2022-shin, referendume që u refuzuan nga Kievi dhe perëndimi si të palishme. Pjesa e Donjeckut nën kontrollin e Kievit përfshin qytetet e Slovianskut dhe Kramatorskut, qytete të fortifikuara që shihen si thelbësore për mbrojtjen e pjesës tjetër të Ukrainës. Dorëzimi i tyre sipas Kievit do t'i jepte Rusisë një platformë për avancim më të thellë drejt perëndimit. При этом мы убеждены, что
чтобы украинское урегулированное Ne jemi të bindur se që zgjidhja për Ukrainën tjetër të qëndrueshme dhe afatgjat. Duhet të eliminohen të gjitha shkaqet rrënjësore të krizës, për të cilat është diskutuar vazhdimisht. Duhet të merren parasysh të gjitha shqetësimet legjitime të Rusisë dhe të rivendoset një ekuilibër i drejtë në fushën e sigurisë në Evropë dhe në botën tërësi. Jam dakord me presidentin Donald Trump se sigurisht duhet garantohet dhe siguria e Ukrainës. Natyrisht, ne jemi të gatshëm të punojmë për këtë. Do të doja të shpresoja që mirëkuptimi që kemi arritur do të na lejojë të afrohemi drejt qëllimit dhe të hapim rrugën për paqen në Ukrainë. Надеется, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу. Ne diskutuam të gjitha aspektet e kornizës së paqes, e cila përfshin planin e paqes me 20.90% të dakordsuar, si dhe garancitë e sigurisë SBA Ukrainë 100% të dakordsuara. Garancitë e sigurisë SBA Evropë Ukrainë janë pothuajse të dakordsuara, dimensioni ushtarak 100% i dakordsuar. Në lidhje me distancën mes pozicioneve negociuese të të dyja palëve, amerikanët, nëse do t'i merrnin fjalët e tyre sipas asaj që po deklarojnë publikisht, thonë se Endeku po ngushtohet në disa çështje të vështira për të zgjidhur, disa prej të cilave mund të supozojmë se lidhen me statusin territorial të rajonit të Donbas, por mendoj se realiteti është se nëse do të pyesim të dyja palët, përgjigjja mund të ishte shumë ndryshe. Në veçanti, Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës, ka publikuar një sër postimesh në Twitter që tregojnë se ende ekziston një diferencë e madhe mes dy palëve midis ekipit të tij negociues dhe ekipit negociues rus. Sipas Zelenskit, Washingtoni ka propozuar që Donbasi të kthehet në zonë të demilitarizuar dhe zonë të lirë ekonomike. Kremlini ka lënë të kuptohet se mund të vendosë roje kombëtare dhe polici në vend të ushtrisë, një opcion që Kievi vështirë se do ta pranonte, dhe kjo është një nga pikat më të mëdha të ngecjes, fati i ardhshëm i territoreve të Donbasit, që ukrainasit ende i kontrollojnë. Është jashtëzakonisht e vështirë të imagjinohet gjetja e një formule që do t'u lejonte si ukrainasve ashtu edhe rusëve të largohen nga këto bisedime, duke thënë para popullsive të tyre vendase se kanë fituar. That's the gap. The Russians want the Ukrainians to voluntarily. Dhe në thelb ky është hendeku, rusët duan që ukrainasit i dorëzojnë vullnetarisht ato territore, veçanërisht në Donetsk. Ukrainasit në mënyrë krejt të kuptueshme kanë luftuar me mishe me shpirt për 11 vite për t'i mbrojtur ato territore, por gjithashtu druhen se dorëzimi vullnetar i tyre mund të hapë rrugën potencialisht për një pushtim rus të territoreve të tjera ukrainase më në perëndim. And it's extremely difficult to imagine finding a formula that would allow. Zelenski thot se nuk ka mandat për të dhuruar territor. Sipas kushtetutës ukrainase, ndryshimet territoriale kërkojnë referendum kombëtar, ndërkohë Trump ka sugjeruar publikisht se mund të ketë shkëmbim territoresh. Pa një kompromis të dhimbshëm për çështjet territoriale dhe arkitekturën e sigurisë në Europë, paqja mbetet e largët derisa të gjendet një formulë që të dyja palët mund ta paraqisin si fitore para publikut të tyre. Lufta në Ukrainë rrezikon të vazhdojë, duke thelluar plagët e një kontinenti që ende kërkon stabilitet. Është momenti të bëjmë një rrethëqark të shkurtër me kolegun Xheverir Qardaku, i cili na njeh me zhvillimet më të fundit në këtë flesh informativ. Artan Grupi përfundon në arrest shtëpiak dhe jo në paraburgim pas vetë dorëzimit në Maqedoninë të Veriut. Masa është kërkuar nga autoritetet e drejtësisë, pasi Ministria e Brendshme dhe Agjencia për Siguri Kombëtare kanë vlerësuar se ish zëvendës kryeministri nuk do të ishte i sigurt në paraburgim në Shut. Për prokurorinë është me rëndësi të veçantë që ky dyshuar është ndaluar dhe ndaj tij vazhdon ndjekja penale, lexohet në reagimin e prokurorisë. Artan Grupi është i përfshirë në një hetim që lidhet me dyshime për keqpërdorim të postit zyrtar, korrupsion dhe shkelje të procedurave të prokurorimit publik në kuadër të rastit që ka të bëjë me funksionimin dhe kontratat e lotarisë shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Sipas drejtësisë, ish zyrtari i lartë i ka bërë një dëm shtetit prej 8 milion eurosh. Prokuroria pretendon se përmes procedurave të kontestuara janë favorizuar subjekte të caktuara ekonomike. Grupi ishte vendosur në listë të zezë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se autoritetet kanë parandaluar një grup shteti duke arrestuar 2 persona. Ai tha se ka prova për akuzën e tij dhe nuk pranoi që të ndante më shumë detaje. Nuk e di kush janë këta njerëz, e di nga janë dhe moshat e tyre dhe nuk do të hyj në detaje. Arrita që të shoh se si do të arrihnin fëmijën tim për vdekje, do ta masakronin,
Kjo është e gjitha, shoh se ka rreth 70 njerëz që po avokojnë për lirimin e tyre. Këta janë njerëz që do ta masakronin djalin tim dhe e kemi këtë në video si provë, tha ai. Presidenti shtoi se nëse do të zbulonte motivet të dyshuarve, njerëzit nuk do ta besonin. Të arrestuarit akuzohen se kanë përgatitur një vepër kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë, dhe tyre është caktuar masa e 30 ditëve para burgimit. Forcat meksikane konfirmojnë se kreu i kartelit Gjenerata e Re në Jalisco, i njohur si El Mencho, u kap fal informacioneve të inteligjencës amerikane që po gjurmonte të dashurën e tij. Nemesio Seguera Cervantes u qellua me armë gjatë operacionit dhe vdiq gjatë rrugës me helikopter në pyllin jashtë qytetit të Tapalpës për në hospital, por ky version mohohet nga gazetari Joan Grillo, një nga ekspertët kryesor të krimit, i cili pretendon se vendimi për të mos lënë që të mbërrinte gjallë u mor në Meksik. Ai dinte shumë dhe kishte vrarë shumë personel, ushtarak si dhe gjyqtar, zyrtar, politikan, gazetar dhe oficer policie, theksoi gazetari. Lajmi për vdekjen e bosit të drogës shkaktoi një lloj lufte civile në disa rajone meksikane, kryesisht në Jalisco. Karteli thuhet se ofroi një shpërblim prej 20.000 pesos, gati 1.000 euro për çdo ushtar të vrarë. Ministri i Sigurisë Omar Garcia Harfuch raportoi se të paktën 30 anëtar të kartelit, 27 ushtar të gardës civile dhe një kalimtar u vranë në përleshje. U bën më shumë se 70 arrestime. Tarifat e reja globale të presidentit amerikan Donald Trump kanë hyrë në fuqi me 10%, pavarësisht një premtimi për t'i futur ato me një normë më të lartë. Pasi Gjykata Supreme bllokoi shumë nga tarifat e tij gjithëpërfshirëse të importit të premten, presidenti tha se do të zbatonte një normë globale prej 10%. Ai më pas njoftoi se të shtunën norma do të ishte 15%. Megjithatë, sipas dokumenteve zyrtare, tarifat janë vendosur në një normë më të ulët që nga e marta, pas një direktivë për rritjen e normës. Nga ky vendim preket edhe Shqipëria. Një urdhër ekzekutivi nënshkruar nga Donald Trump thekson se tarifa e përkohshme për 10% të importit kishte për qëllim që të adresonte problemet themelore të pagesave ndërkombëtare dhe të vazhdonte punën e administratës për të ribalancuar marrëdhëniet tregtare në dobi të punëtorëve, fermerëve dhe prodhuesve amerikanë. Kemi vëritur në fund të këtij rrethë qarku edhe për sot. Ritakojmë sërish nesër, bashkë, natën e mirë.